Komplimentet më të shumta. Zemra ime sa e bukur e bërë sot, sepse është ajo vlerësimi i përditshëm që ty të imponon më shumë që të vishesh, të rregullohesh edhe të stisesh. Kemi nevojë për dashuri dhe kështu që ai komplimentin e na bën të ndihemi sikur jemi të dëshiruara nga ai mashkull. Femrat. Jam më xheloze. Sepse është kjo trendi i internetit, femra të bukura, pasqyrimi i së bukurës, themi asaj të bukurës perfekte dhe ndonjëherë ndihemi xheloze nga konkurenca përreth nesh. Ishim pak në Valbon dhe tham po bëjmë një tranzit këtu. Nga Tirana bukur po na vije. Po. Si kem Tiranën? Tirana shumë mirë. Jeni të mirëpritur gjatë gjithë kohës dhe urime për kulturën që keni, për mirësjelljen dhe ju duam shumë. Sa fjalë e mirë, më vjen mirë dikush këto fjalë kaq të mira më thon. Realisht ju jeni vëllezërit tanë dhe motrat tona, kështu që pse jo, këto fjalë burojnë nga shpirti. Sa mirë që nuk bëjmë dallime. S'ka pse të ketë dallim, absolutisht jo. Ashtë kjo ka mbetur hala që ne duam më shumë Shqipëri se ne kosovarët? Unë mendoj që nuk është kjo pjesa ne më shumë se sa ju. Unë mendoj që është reciproke gjithçka, sepse gjithçka ka qenë shumë paqësore gjatë gjithë kohës. Ndërkohë me çka merrni ju? Unë jam software developer, programuese. Sa vite këtë punë bën? Mbi 10 vjet. 10 vite. Po. Është profesion kogja? Është profesion që është i kërkuar tashmë në treg. Doja sugjeroja dikujt që realisht nuk është në dilemë për të zgjedhur degën në universitet, realisht doja sugjeroja, sepse është tregu i teknologjisë dhe i artificial intelligence. Edhe ka lek, si thëni në Shqipërisë, ka lek? Mendoj që po, sepse ideja është që ti ke mundësi pune në çfarëdo lloj industrie, qoftë financial, qoftë teknologjie, qoftë digital marketing, qoftë në pjesën e mjekësisë. E vlen? Mendoj se po, sepse është long lasting. A kishe ndruar në profesion tjetër? Do kisha ndruar me mjekësinë, po, sepse gjithashtu është dega, si të thuash, që është long lasting, pra që zgjat më shumë. Do e kisha ndruar ndoshta me pjesën e mjekësisë estetike. Kjo. Unë vajzat e reja kam dëshirë kështu. Faleminderit. Domethënë mi pyet. Faleminderit. Tek statuset, jeni single? Jam e martuar. Martuar? Po. Sa e çuditshme. Faleminderit. Sa vite e martuar je? 2016 deri tani gati u shkojnë 10 vjet. Po thuaj që edhe nën. Po, jam. Faleminderit. Jam kurioz, çfarë moshi je martuar? 27. 27 vjeçë. Po. Po. Kështu duket shumë e re. Faleminderit. As 20 vite s'te kisha dhënë. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Jeni shumë i mirë. Kur jem të kjo pjesë, sa ke marrë komplimente për njerëzve që dukesh e re? Po, paka shumë po. Po. Unë nga shorti të merr komplimente? Marr shpesh. Janë të komplimente më të shumta që jemi. Komplimentet më të shumta. Zemra ime sa e bukur e bërë sot, sepse është ajo vlerësimi i përditshëm që ty të imponon më shumë që të vishesh, të rregullohesh edhe të stisesh. Pse që mia femëror ka dëshirë më shumë të jenë më të përgdhelurat, ta kenë vëmendje. Prandaj është diferenca e meshkujve me femrat, sepse femrat janë pak më sensitive, kanë ato hormonet e tyra që duan të duken ose më saktë duhet kemi nevojë për dashuri dhe kështu që ai komplimentin e na bën të ndihemi sikur jemi të dëshiruara nga ai mashkull. A ndërkohë sa ki xheloz bashortin? Xheloz jo, nuk do thoja që është shumë xheloz kalokti. Nuk do thoja që është në një xhelozi. Është si thua e limituar aty ku duhet ndonjëherë. Se ne shqiptarët përgjithësi burrat thonë që janë xheloz. Jo vetëm burrat, edhe femrat. Edhe femrat. Po. Po që më shumë kush janë më xheloze, femrat apo burrat? Femrat. Janë më xheloze. Sepse është kjo trendi i internetit, femra të bukura, pasqyrimi i së bukurës, le të themi asaj të bukurës perfekte dhe ndonjëherë ndihemi xheloze nga konkurenca përreth nesh. Kështu që besoj se ndonjëherë bëhemi më xheloze se meshkujt. A shkon ndonjëherë mendja që mos vall dikush burrin e ka shikuar ose ndonjë fjalë kështu? Shikime nuk janë, nëse nuk janë të dëmshme, patjetër që e bukura shikohet, sepse s'ka absolutisht asgjë të keqe. Sa bukur pëlqen kjo. Pse jo, why not? Çfarë bën të lumtur si person në jetë? Të lumtur si person, të kem njerëzit e familjes të mirë me shëndet. Kjo më bën shumë të lumtur dhe të kompletuar. Po mbështetjen e bashortit sa e ke? 100%. Në gjërat që unë bëj, patjetër.
Vendimarrje, e ke çdo herë? Vendimarrje. Have to have do thoja, sepse arrim që të mirë kuptohemi me njëri tjetrin dhe në atë pjesën e vendimeve shpeshherë arrim që t'i marrim të dy për një herësh. Kështu që do thoja është një mirë kuptim që të dy respektojmë atë vendimin e njëri tjetrit. Sa mirë. Këtu në fund, mos më lënë pa e dhënë një mesazh kaq një bisedë e këndshme që ke për mua, për gjitha vajzat, për gjitha gratë. Patjetër. Me njerëzit e familjes do sugjeroja që të jenë më të dëgjueshëm, mos të ingranohen nga ajo pjesa e momentit e adoleshencës ndoshta dhe nuk dëgjojnë familjarët e tyre kur ata i japin një sugjerim ose një mendim. Do doja shumë që të dëgjoni dhe në fund fare të merrni një vendim ashtu siç duhet. Sa bukur. Kisha kënaqësi shumë që bisedova me juve. Faleminderit. Ju uroj më të mirat në jetë, më bëj të fala shumë Tiranës. Faleminderit. Keni të falë dhe ju mirëpresim. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirë.